por mua më thanë se zonja Albolina Haxhiu do të jetë kryetare e kuvendit të Kosovës. A ka diçka të vërtet këtu? Shembull ju? Jo, as këtu nuk ka. Nuk ka. Deri tani jo. Mua herë po më lojnë në ministri, pra herë po thonë do të jetë ministre e drejtësisë sërish, herë shefi i grupit parlamentar, vetëm për shkak të zhvillimeve të këtyre ditëve, pra as shefin e grupit. Paraqitjes që e keni patur në vazhdimsi në po për shkak 15 prillit edhe sotit, e herë kryetare e kuvendit. Domethënë asnjëra prej këtyre nuk qëndron sepse ende nuk kemi vendosur kush ku do të jetë. Por ajo çka unë duhet ta them këtu është që ku do të jem, anë kuvenda në qeveri, unë do të përpiqem maksimalisht ta kryej detyrën time siç e kam bërë deri tani. Cila do të jetë e preferuara si pozicion? T'jeni në ekzekutiv, t'jeni në kuvend, se ju duhet në diçka t'jepni përgjigje, nuk është vetëm çka ju emëron partia edhe çka ju ngarkon partia. Ju duhet thoni, a është për mua ose jo. Shembull, krye kuvendare Kosova s'ka patur asnjëherë, do të ishte ndoshta interesant. Në fakt jo pas ka patur zonja Vjosa Osmani një periudhë shkurtër kohore si krye kuvendare. Edhe isha duke imagjinuar Albolina Haxhiun si krye kuvendare. Unë nuk e imagjinoj veten në pozita, në asnjërin prej këtyre pozitave, po them edhe një herë kudo deri tani jam ministre e drejtësisë, 4 vite i kam përfunduar me mandat të rregull, tashmë në detyrë, ndërheqje, quajeni si të doni. Jam përpjek maksimalisht që ta kryej detyrën time, me përkushtim jam përpjekur që ta adresoj reformën në drejtësi.